إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të gjitha falëndërimet për uljet në nështrimet i takojnë Allahu të lartësuar, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, Allahu i lartësuar ju drejtohet robërve të tij. Istajibu li rabbikum, përgjigjuni Zotit juaj, min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah, para se të vijë një ditë kur askush nuk mund të kthehet në këtë dunja, para se të vijë një moment kur nuk ka dobi dëshpërimi, pendimi. Të dashur besimtar, mi u përgjigj Allahut dhe të dërguarit e Tij është çelësi i lumturisë në dunja dhe në ahiret. Kjo është një rrugtim që njeriu i jap vetes siguri drejt kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyi rahimahullah: ومن تدبر العالم والشرور والواقعة فيه, kush mediton dhe vështron tër universin apo në përgjithësi jetën në të cilën po jetojmë dhe të gjitha këqijat të cilat ndodhin këtë dunja, gjitha problemet, alima anna kulla sharrin fil alam, do ta gjej, do ta kuptoj, do ta vren se çdo e keqe që e godet popullin, njerëzit këtë dunja, sababuhu mukhalifatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Gjeneza e të gjitha problemeve është kundërshtimi që i bëhet rrugës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i përshkruan besimtarët të cilët thonë semena wa ata'na, ne dëgjojmë dhe ne bindemi. Allahu thot wa ulaika humul muflihun, të tillët janë shpëtuarit. Ai është i shpëtuar ai i cili i përgjigjet fjalës së Allahut edhe fjalës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu Allahu thot: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah walirrasul idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut, përgjigjuni të dërguarit të Tij kur t'ju thret, nëse doni me qenë të gjallë, pra nëse doni me pas gjallëri, me ju përgjigj ftesës së Allahut dhe ftesës pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra kjo është gjallërim. Njeriu pa iman, pa besim, pa udhëzime profetike është i humbur, është në një errësirë, është në një devijim të plot. Prandaj
nevoja njeriut është e domosdoshme që të udhëzohet në çështjet besimit, çështjet edukatës, në të gjitha sferat e jetës ka nevojë për udhëzim. Dhe nëse i përgjigjet Allahut dhe të dërguarit e tij, aty do ta gjenë suksesin dhe lumturinë. Është urtësia e Allahut se ai i cili kërkon dhe i përgjigjet Allahut, Allahu ia shton mirësitë. Walladhina ihtadaw zadatuhum imana. Ata të cilët walladhina ihtadaw zadahum hudan. Ata të cilët udhëzohen dhe kërkojnë udhëzimin, Allahu ja ushton atyre udhëzimin. Wa atahum taqwahum, dhe ja ushton devotshmërinë. Të dashur besimtar, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kullama kana ar-rajulu atba'u li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë kur robi është më praktikues ndaj sunetit, pra aq më shumë është ndjekës i fesë, praktikues i fesë, kana a'zama tauhidan lillahi wa ikhlasan lahu. Aq është më madhështor çështja e besimit tek ai. Dhe aq është më i sinqert në fenë e tij. Wa idha ba'uda, dhe aq më shumë largohet nga udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, an mutaba'atihi naqasa min dinihi bihasabi dhalik. Aq pra sa largohet, aq edhe i dobësohet besimi i tij. Allahu subhanahu wa ta'ala ka garantuar për ata të cilët i përgjigjen Allahut dhe të dërguarit të tij se do të kenë shpërblim në xhenetin. Lilladhina istajabu li rabbihim, ata që i përgjigjen Zotit të tyre, al-husna, për ta do të fjetë xheneti. Pra, për çfarë bëhet fjalë? Kur Allahu na thret, o ju të cilët keni besuar, kur Allahu ju thret për namazin e xumas, të gjithë duhet i përgjigjen. Kur Allahu thret me u largu nga kamata, të gjithë duhet largoheni. Kur Allahu thret respektimin e prindërve, të gjithë duhet i përgjigjemi. Pra urdhri Allahut është i prerë. Ne i kemi shembull pejgamberët se sa shpejt kanë qenë në praktikimin e urdhnave të tij, saqë Allahu subhanahu wa taala përshkruan Ibrahimin alayhis salam, që e kishte ngarkuar me një përgjegjësi që askush në historinë e njerëzit nuk është sprovuar me një sprovë të tillë. Allahu e ka vënë sprovë Ebu el-Anbiya, pra babajnë e pejgamberve, Khalilur Rahman, ai që është më i dashuri nga të dashurit e Allahut, ai dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, pra vetëm djalë që kishte Ismailin në atë botë, e urdhroi Ismailin dhe e urdhroi Ibrahimin që me ju përgjigj një thirrje shumë të madhe. Cila është e thirrje? Allahu urdhroi Ibrahimin që ta bëj therrin e Ismailit dhe i tha, eslim, pra dërzoj urnit e Allahut. Kjo është një shembull se si besimtari duhet të jetë përballë urnave të Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse Allahu thret me fal namaz para lindjes së agimit apo para perëndimit të diellit, njeriu duhet ngritet më një herë. Nëse Allahu thret me largu prej gjërave që janë të ndaluara, siç është ari për meshkujt i ndaluar, nuk duhet ta kontestoj. Nëse është pyetje me marrë një kredi apo një diçka dhe të qartësohet se është haram, besimtari duhet, pse është besimtar? Sepse beson urdhrin e Allahut, është pjesë e besimit, vepra, dëshmia, shqiptimi, nuk më thon me thon vetëm e kam besimin me zemër. Eslim, pra dorëzohu urdhnit e Allahut. Çfarë ishte përgjigjja e Ibrahimit alayhis salam? Aslamtu, ju dorëzova, besova, bindem li Rabbil alamin, Zotit të botëve. Dhe cila ishte qëndrimi i Ismailit alayhis salam dhe tha, ja abati, o babaj im, if'al ma tu'mar. Pra atë që të ka urdhëruar Allahu, praktikoje. Futen praktik. Kjo është urdhri i Allahut. Ne jemi rob të Allahut. Se tajiduni insha Allah, do të më gjesh mu insha Allah, me lejen e Allahut. Pra kërkojmë mbështetjen nga Allahu. Minë sabirin, nga durimtarët. Pra atëherë Allahu bëri të ligjshëm me therrin e dashit. Po ashtu e kemi Musain alayhis salam, i cili thot, përshkruan Allahu në Kur'an, wa ajiltu ilayka rabbi, dhe tu kam kthyt o Zoti im me shpejt, pra me shpejtësi, pra me njëherë drejt teje o Zoti im, li tardha, që ti jesh i kënaqur me mua. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala
pas 3 viteve duke thirrur pejgamberi alayhi salatu wassalam, fshehur azi tha, Allahu urdhroi, "Qum, ngritu fa anzir", thiri popullin tënd. Me njëherë doli pejgamberi alayhi salatu wassalam, natën, ditën, haptas, fshehur azi, para të gjithëve duke u qartësuar thirrjen e pastër besim. Po ashtu shokët e Isës alayhi salam, men ansari ila Allah, ai u drejtua shokëve të vet, popullit e tij, kush janë ndihmetarët e Allahut. Pra ka burra që ndihmojnë për hapjen e besimit islam. Isa alayhi salam, besimtarët që ishin afër tij thanë, "Nahnu ansarullah", ne jemi ndihmetarët e Allahut. "Amanna billah", ne besojmë Allahun. Të dashur besimtar, rrugës e profetëve ecin sahabët, gjenerata e parë, njerëzit me të dashur të Allahut, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga momentet më të vështira që e kishte përballë betejës së Tebukut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men jahhaza jaysh al-usra falahu al-janna", kush përgatitet, kush jap pasuri me përgatit ushtrinë e momenteve të vështira, pra luftën e Tebukut, Ebu Bekr radiallahu anhu dha tër pasurin, Omeri radiallahu anhu dha gjysën e pasurisë, erdhi Uthmani që ishte më i pasuri, nga më të pasurit, i dha 300 deve. Po ashtu e dëshmuan edhe në pjesë tjera sahabët, ku Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti një ajet kuranor ku thot, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", ju nuk do të arrini pjesën më të lartë të devotshmërisë derisa të japnin nga zeqati apo nga pasuria atë që doni më shumti. Pra pasurinë që e ke më afër shpirtit, ajo që e kënaq më shumë të syrin e njeriut, kur e jap për Allahun e dëshmon imanin dhe devotshmërinë. E jo ato pasuri që ndoshta edhe nuk i ke shumë për qef. Andaj kishte Ebu Talha një kopsht të veçantë afër xhamisë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ishte i lidhur me atë kopsht derisa kur e dëgjoi këtë ajet. Pra i tha, "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, inna ahabba amwali ilayya burayha", kopshti apo pasuria më dashur për mua është kjo pjesa burayha, dhe japi sadak për Allahun subhanahu wa ta'ala. Transmeton Imam Bukhari. Kështu ishin sahabët e vegjël, kur Abdullah ibn Umeri ishte nga sahabët e vegjël, të rinë nga mosha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi. Tha, "Ni'ma ar-rajul", sa njeri i mirë është, "law kana yaqumu al-layl", sikur ai të falte namazin e natës. Pra, do të ngritet edhe në grada më të larta nëse falet edhe namaz natës. Transmetohet që asnjëherë Abdullah ibn Umeri gjatë jetës së tij nuk e kishte lënë më namazin e natës. Pra bëhet fjalë për namaz vullnetar, nuk bëhet fjalë këtu për farze dhe për gjëra të ndaluara, por bëhet fjalë për vepra të cilat e afrojnë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nga momentet sahabët, përveç pasurisë, përveç nxitimin vepra të mira, ata ishin të gatshëm me dhonë dhe jetën e tyre për Allahun, duke nxituar derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me ansarët dhe disa muhaxhirin me disa ansar në luftën e Bedrit. Ishin momente të vështira, nuk ishin dalë për fush betejë, dhe Allahu urdhroi, nuk ka rrugë tjetër pos me hin luftë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte shumë lehtë me marrë mendimin e muhaxhirinëve, por të ansarëve, atyre me dinazve, ata që u dëbuan nga shtëpiat e tyre me kasit, por çështja mbetet te ansarët dhe u ngrit një prej sahabeve kur ka thënë një prej sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, Al-Miqdad ibn al-Aswad, i tha, "O i dërguari i Allahut, ne nuk themi siç i tha Musaj, populli Musajt, popullit vet, fadhhab anta wa rabbuka", shko ti dhe Zoti yt faqatila, luftoni, "inna ha huna qaidun", ne do të qëndrojmë kështu. Kështu i thanë Benu Israilet, kështu i thanë Musajt alayhis salam, por sahabët thanë, "Ne nuk themi kështu, ne të themi, shko ti dhe Zoti yt dhe ne pas teje, në djathë, në të majtë, pra nëse është çështje më fut në deti dhe ne do të futemi në deti." Dhe thot Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu, transmeton Imam Bukhari dhe Muslim, "Fara'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
e kam pa fytyrën e pejgamberit alayhisalatu wasalam, ashraqa wajhahu wa sarrahu, pra i ndriçonte fytyra pejgamberit alayhisalatu wasalam. Sigurisht, sepse kjo ishte edhe një dëshmi që sahabët i përgjigjen kur të shpytje me dhon edhe jetën e tij. Sigurisht kishte edhe pjesë gjahiletit që i kishin mbartur muslimanët dhe në mënyrë graduale vishin ndalesat, pra siç është alkooli, mishi i kafshëve si që në gomarëve që janë ndaluar ushqimi i tyre, dhe në mënyrë graduale kur vinin urnat e Allahut dhe pejgamberit alayhisalatu wasallam braktisnin sahabët në mënyrë të menjëhershme, dhe ishte një nga gjërat të ndaluara me u betu sahabët, ishte pjesë e gjahiletit betimin baballarët e tyre, pra pasha prindrit, pasha kët, pasha atë, dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam thoshte: inna Allah yanhaakum, Allahu ju ka ndaluar juve an tahlifu bi abaikum, që të betoheni në emrat e prindërve të juaj, apo qoftë edhe fëmijëve të juaj. Thot Omer radiallahu anhu: fa wallahi ma halaftu biha, pasha Allahu nuk jam betu kur më, pasi që kam dëgju pejgamberin alayhisalatu wasalam, jo që nuk jam betu, por as nuk kam transmetu dikën vetëm duke përmendur si tem që është betuar ndaj ndonjë çështje. Andaj rob të Allahut, përgjigja urnave të Allahut, siç është duke ju përgjigjur në urdhra për ndonjë vepër të mirë apo ndalesa për gjëra që janë ndaluara, ne duhet të jemi besimtar që menjëherë, sepse vdekja është para nesh, ditët janë të numëruara, ejeli është i caktuar, prandaj besimtarët janë ata cilët përgëzohen: wa man yuti Allaha wa rasulahu, ai i cili bindet Allahut, wa yakhsha Allah, dhe të dërguarit e tij dhe i ka frikën Allahut, wa yattaqih, dhe i ka frikën atij, është i devotshëm, fa ulaika humul faizun, të cilët janë triumfues, të cilët do të shpërblehen në xhenetet e begatshme. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وسوء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Të dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në hutbë dhe qartësoi që ari është i ndaluar për meshkujt, burrat e këtij umeti, dhe e hodhi. Menjëherë sahabët e hodhën, dhe po ashtu disa prej sahabëve ishin duke mbushur verë alkool, dhe dëgjuan vetëm një zë që Allahu e ka bë alkoolin haram. Transmetojnë sahabët sepse të gjithë dolën nga shtëpia në mënyrë të vrullshme, duke i hedhur enet e alkoolit. Kur dëgjuan gratë që mbulesa, pra me ato tesha që i kishin, me petkun që i kishin, i rregullonin me njëherë mbulesën, të përpik në urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si rezultat i kësaj cilësie dhe virtyti shumë të lartë, këto janë gjeneratat e para të Islamit, këto janë shëmbëltyra e njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Andaj Allahu thot: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi", le të kenë kujdes ata të cilët ja kthejnë shpinën urnave, udhëzimeve të pejgamberit alayhisalatu wasallam, an tusibahum fitna, që mbi ta do t'i godet një fitne. A ka fitne më të madhe se sa kufri? A ka fitne më të madhe se sa dyshimet në fe? A ka fitne më të madhe se sa njerëzit më shfash mesin e muslimanëve me kërku dalje prej Islamit? A ka fitne më të madhe se sa bidatet? A ka fitne më të madhe se sa kur njeriu nuk i jap zakatin apo nuk i respekton prindin, bën gjëra të mëdha? An tusibahum fitna aw adhabun alim, apo au yusibahum adhabun alim, apo i godet ata ndonjë dënim i dhimbshëm. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, transmeton Imam Bukhari dhe Muslim, ka thënë: "Lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi." Nuk ka gjë, nuk ka fjalë, nuk ka vepër që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam vetëm se jam mundu me praktiku, apo çdo gjë që ka ndaluar jam largu prej saj. Pastaj ka thënë: "Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi", un kam frikë
se sikur vetëm një fjalë t'ja kundërshtoj, apo një vepër nuk e zbatoj, an azigha, që unë të devijoj. Azigha, pra të mjulloset zemri me kufër apo me devijim. Andaj, ati që i vërbohet zemra, ati i vërbohet shikimi, ati i vërbohet dëgjimi, a i haron veten, pastaj haron Allahun, pastaj haron familjen, do është i humbur dunja dhe në ahiret. Prandaj rob të Allahut, çelësi i sukseseve, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walladhina lam yastajibu lah", ata që nuk i përgjigjen Allahu dhe të dërguarit e tij, pra ata që ja kthejnë shpinën Kur'anit dhe Sunetit, "Law anna lahum ma fil ardi jami'an", sikur ditën e gjykimit do të dëshirojnë krejt çka ka mbi sipërfaqen e tokës nga pasuria, wa mithlahu, edhe një herë me qena që madhe, laftadau bihi, me dhon kompenzim, me dhon këmbim, vetëm e shpëtu për zjarrit, për ndëshkimit të Allahut, për hidhrimit të Allahut, me kalurën e siratit. Por ajo është ditë që nuk ka kthim brava. Kjo janë ditët e arta për njeriu para se të vi momenti i daljes shpirtit. Lutim Allahun azza wa jall që të na mundsoj që të vdesim besim të pastër, tauhid, sunne, të pastër nga çdo lloj shirku dhe dyshimi dhe nga bidatet dhe gjunahet. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na përmirësoj dunjan në cilën po jetojmë, ahiretin që është premtim dhe jeta e përjetshme. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد